Se jetë imam shqiptar na tregon çfarë thirrës pas saj, se nuk ka domethënë feja shqiptare të shqiptaria që ti je imam i shqiptarëve. Se po të ishte kjo do të ishte bë Paskovasha imam i tyre. Apo në të bënë pyetje? Po, jo po. A do përgjigje. Po do të respektojmë audiencën, apo dini debat, po mbledhni me votë pyetje. Okej, dëgjoj. Po. Tash ki bëni pyetjen tonë. Ki nuk e pranon se shqiptaria është fe. Jo asnjëherë, jo, po se kam pranuar. As rilindasit se kam pranuar këtë. Se mendon se shqiptaria është fe? Ki nuk e pranon. Po në rregull të tip se mendon. Nuk është interesante a pranoj apo nuk e pranoj sepse ka njerëz akademikë. Mara ti fol tash, ti të fol tash në rolin e akademikëve. Në rregull me Sadre. Nuk të fol në rolin e akademikëve të fol. Sadre. Ti fol në emën tënd personal. Mos fol në emën të akademikëve. Unë kam kryer një shkollim. Ti nuk e pranon shqiptarinë vetëm pak. Po këto janë argumentet. A don ti dëgjosh? Tash fola për argumente. Po. Masani kemi fol argumente. Ti thove që shqiptaria nuk është fe. Feja shqiptarit, shqiptaria nuk është, apo? Po e dim gjithë. Jo ne, ka thonë tjerë. Ti e të folën me ty jam po bre, kë e tha? Po e tha burr.